kjo që ka bën luft Kurtin, kjo nuk është luft. Kjo është gjyëti shtrigash. Se nëse lyp PDK-ja për vete, nëse lyp LDK-ja për vete, edhe Kurti lyp për vete, të gjithë janë njësaj. Nëse ti më thu që Kurti është mashtrus, qysh nuk të mashtron Kurti me ma shumë pushtet? Se ti po thu, nëse më jep 4 ministri, mashtron, po më jep 6 nuk më mashtron. Është çështje kohe, jo afat gjatë, afat shkurt dhe afat mesën, që LDK dhe PDK nuk do të ekzistojnë në formatin që janë sot. Lufta e oligarkisë për mu bëhet vetëm atëherë kur rritën taksat. Kjo që ka bën luft Kurtin, kjo nuk është luft. Kjo është gjyëti shtrigash. Kurtin në njërën anë e faktorizon dhe favorizon një kompani të madhe, qoftë ajo farmaceutike, qoftë ajo importit naftës, qoftë ajo zinxhirit markete, qoftë bankat, në ndërkohë që vendos një kompani caktuar me stigmatizu dhe me luftu pa drejt. Kjo është gjyëti shtrigash dhe është tendencë për nënshtrem. Oligarkia është në thelbin e saj është koncentrimi i kapitalit. Lufta ndaj saj është shpërndarja e kapitalit. Ne nuk jemi mi mshel bizneset e mëdha, ne jemi mi rrit ato. Prandaj më them që varësisht pe pikëveshtrimit që ke, kënd do të duhet ta mbrojnë. Për çfarë kauze kënd e mbrojnë partitë aktuale? Sa i përket programeve zgjedhore, vetëm shkurt, nëse i shet dallimin prej shkurtit të vitit 2025 në dhjetorin 2025, partitë opozitare e kritikonin Kurtin për shtesat, e kritikonin Kurtin për pagesat për leona, pensionet, pagën minimale dhe të ngjashme. Në dhjetor, secila nga ato ishte një kopje e shëmtuar e Kurtit në premtime. Pra, të gjitha premtonin të njëjta gjëra që i ka premtuar Kurti, vetëm nëse Kurti thonte 500 euro paga minimale, opozita thekë 700 euro paga minimale. Dhe ky ishte një shëmti që qytetari e vrejnë. Dhe tani unë besoj që tjetër gjë që u kuptu këtu është që në rastin e presidentit, përderisa i thanë Kurtit që s'bën me marë presidentin të për shkak se po do me kontrollu shtetin dhe gjitha këto, këta shkun e kërkun presidentin për vete. E dalim tash këtu. Do me thonë, që është e mundshme që ti i thu një partije që i ka fitu 51% s'bën me marë, po pastaj i thu ma jap mu. Po, thanë decisivisht që presidenti nuk bën të jetë zgjatim i partisë vetëvendosje, por nuk ofruan emra konsensual. Pra, një farforme, unë kuptua që duan atë pozit për vete, dhe ju thoni që kjo nuk është parimore, nuk është e drejt çfarë po kërkon në këtë rast, qoftë LDK-ja, qoftë PDK-ja? Ta po mendojnë që jemi në epokën në Kosovë me 5 e 6 deputet ti e ke marrë gjysmën e qeverisë. Ju mani men koha e Panit, për shkak të votave të AKR-s, që i kishte 4 ose 5, e pa të marrë dikun 1/3 e qeverisë të Panit zoti Pacolli. Kjo epokë shqyqër dhe më të drejt ka përfundu. Nëse hen në negociata me Kurdin, dush me kuptu me kanë një të hi. Por mos ju shqit qytetarëve të Kosovës, që ti po hen për interesin e Kosovës, po hen me mbrojt qytetarin e Kosovës nga kontroli që mund ta ketë Kurti, për ta nda për vete. Që ka bo opozita, ja ka mundësu qeverisë, që kur të shkojmë në zgjedhje, fajtor mu dok opozita. Sepse opozita nuk ka asnjë propozim. Krejt propozimet që opozita i ka bo për vete. Dhe tash e ka legitimu, ku edhe Kurti po lyp për vete, edhe PDK-ja po lyp për vete, edhe LDK-ja po lyp për vete. Mo, kur është çështja e Kosovës? Tani, cila ka qenë përgjigja që ne kemi propozuar dhe kishte qenë më e drejtë? Sugjerimi jonë ka qenë ky. Qytetarët e Republikës Kosovës, ne besojmë që Albin Kurti qeveris në mënyrë jo demokratike. Ne nuk mund të negociojmë me to për çështjen e presidentit, sepse jemi të vetëdijshëm se çfarë negocimi me to në fund ai ka për synim me kap presidentin. Dhe kjo vërtetu gjatë procesit. Sepse ai në fillim thonë jemi hapën, jam për një figurë konsensuale, po në ndërkohë asaj s'propozoi. Edhe pse mund të propozoj edhe në vazhdim për çështje loje. Dhe më shku të qytetari i Republikës Kosovës duke ja dëshmu që Kurti ka synim. Nëse qytetari i Republikës Kosovës i jep Kurtit mbështetje edhe më të madhe apo më të vogël, atëherë do të vlerësonin se si do të veprojë. Në situatën ku jemi tash, absurditeti është në një pikë, Mimoza. Si është e mundshme që në të njëjtën intervistë për secilin nga liderëve të dy partive më të mëdha opozitare parlamentare, thanë që kjo punë përfundoi, në ndërkohë që i kemi edhe 7 ditë i kishim, prej ditës kur ata e mbyllën procesin, dhe në të njëjtën intervistë thanë që ne kemi thonë Kurtit që pas zgjedhjeve shihim edhe negociojmë prapë.
Se pra me shku në zgjedhje nëse kemi negociu me Kurtin pra. Me shpresën se do shtojnë ndonjë vot dhe pastaj hisja në qeveri do jetë pak më e madhe. Kjo është e nënkuptueshme. Këta du të me kuptu. Pavarësisht kostos që ka vendi, shteti, ne tani të gjithë e dim se, le të themi që barë nuk kam dhe e dim cilat janë qëllimet e politikës. Por edhe ju pra natyrisht që e njeni Kurtin më mirë se ata dhe po mundoheni pra një farforme të uap një syt me gjesh, si thonë popull, por ja që nuk ju dëgjuan, por edhe propozimi juaj që të mos negociojnë fare me Kurtin, vetëm sa zgjat këtë krizën cilën jemi. Askjo nuk është zgjidhje. Ama logjik është mes me negociu fare dhe me maj qëndrim parimor, apo me shku me negociu me Kurtin dhe me lyp presidentin për veti që me dok që dhe Kurti që pe lyp për veti është normale, se nëse lyp PDK-ja për vete, nëse lyp LDK-ja për vete, edhe Kurti lyp për vete, të gjithë janë njësaj. Dhe në fund, me i mbyll negociatat në favër të Kurtit, sepse u mbyllën krejt negociatat veç me një gjë. Dhe ju e parashikonit pikrisht këtë skenar për cilin po thoni që i keni paralajmëruar? Absolutisht, publikisht ka në emisionet mija deklarime për këtë skenar, sepse Kurti politikën përveç botkuptimit ti e shëndran në lojë shahu. Ai nuk mendon vetëm hapin e parë. Ai edhe mund të jap disa nga pjesë të lojës ose aty në pionave, se si do t'i quim në gjuhën Shqipe sakse se di se si jam lojtari mirë shahut. Për ta fitu... Për ta fitu mbretëreshën ose mbretin. Pra, këta janë krejtësisht, po këta nuk kanë shku visë pse e najev. Interesi i kanë grej. Këta me ndunë për një moment që, Kurti do të nënda neve qeverin. Nuk e dija keni dëgju... Një farforme kishte një ofert më të konkretizuar kësaj radhe, pra, u ju ofrua një hise e qeveris LDK-s. 4 ministri, zëvendës kryeministri, LDK-ja nuk e mori në konsiderat, apo frika se mund të tradhtohen nesër pas nesër, mos besimi i bëri që ta refuzojnë. Si e sheni ju ofertën e Kurtit? Është serioze dhe a duhet besuar në seriozitetin e asaj oferte? Unë nuk i besoj as opozitës. Se cish, nëse ti më thu që Kurti është mashtrus, qështë nuk të mashtran Kurti me ma shumë pushtet? Se ti po thu, nëse më jap 4 ministri, mashtran, po më jap 6 nuk e mashtran. Po kjo nuk është problemi i Kosovës. Një farforme Avdi Gjiku mbrëm tha që nuk mund t'i pranojmë 4 ministri dhe 3 pozitat kryesore t'ja lëm Kurtit në duar. Që la të nënkuptoj se po t'u ofronte njërën nga këto 3 pozita, natyrisht jo kryeministrin, presidentin ose kryekuvendarin, atëherë do e pranonin. A ma pi kuptën që kjo nuk është interesi qytetarët Kosovës? A po mendoni ju, ose kush do tjetër që një president si Lumir Abdi Gjiku do t'i balë autoritarizmit Kurtita? Absolutisht jo. Aqë sa i boni Vjosa Osmani. Vjosa Osmani nga të regoj vetë që i ka shërby në mënyrë jo kushtetuese, deklarata saj është jo kushtetuese për caktimin e datës zgjedhjeve. Pra, ka kuptim. Unë i kuptoj interesat partijake, po nëse interesi partijak është i mbi vendosën, mbi interesat parimore dhe qytetare, unë për i thëmë qytetarët Republikës Kosovës, që Kurti është problem, po kjo opozitja mundësën mu do kjo problem. Kurti përballë këtyne duket më i moralshëm, më i drejt, më për një mend, sepse këta nuk kanë asë një gjë për një mend. Qysh është e mundshme miliona euro shtëpi e banesa e prona? A pe kuptoni këtë situatë? Nuk mund është ti me luftu pushtetin autoritar kur s'ki kur gjë për një mend. As një gjë. Ta shë ndërprejnë negociatat për presidentin, po thanë mas zgjedhjeve bojmë apet negociata. Po pse pi ndërprejnë? Ti po thu Kurti është i keq. Apo, nëse Kurti është i keq, dhe Kurti s'dën president të pamvarë nëse president balans pushteteve, a ndërën Kurti mas zgjedhjeve? Se Kurti ka qenë edhe ma problematik ku i ka pas 42% se ku i ka pas 51%. Sa ma pak pushtet ka, është ma jo egrë, sepse kjo është karakteristike pushtete autoritare. Kur janë në rrezik, janë ma të egrë. Nuk ka zgjidhje shkurt mimoza, nuk ka sajim, nuk mundë me zgjidh problemin, cilin do president që do ta zgjidhim, ajo nuk duk, pamje të parë president i cili është profesor, mjeka ku ta dijone, kam i shërby pushtetit, sepse pushteti është i autoritarit. Lufta është me ndërtu opozit për një me, dhe lufta është e thjesht. Në njëre non, janë jo demokratët... Ku do të mund t'i bënte opozit një president qeveris? Tani, zonja Osmani konfirmoj vetë me gojë të saj që
e ka përcaktuar, i ka bërë një shërbim zotit Kurti duke përcaktuar datën e zgjedhjeve. Atë e përmendi Spoku, atë e pranoj vetë, tashti ne mund t'ja numërojmë dhe të tjera. Është një majron se e ka refuzu dekretimin e krye prokurorit shtetit, në fakt, asë nuk e ka refuzu se ka di që është antikushtetus, e asë nuk e ka dekretu. Edhe a dini që shka ndodhë kjo? Kryeministri i Kosovës ka dalë në kuvendin e Kosovës dhe i ka thonë, Isufaj më do të këtë. Po, Blerim Isufaj. I ka thonë, sot jam une kryeministër, ti nuk ki mu bo krye prokuror, sepse s'po du unë, sepse s'po dënë presidentja, sepse s'po dënë krye parlamentari. Dhe presidentja që është detyre saj, e kalon letrën sirtar. Mos të humbim i ko, problemi në Kosovë është problem politik, nuk është problem procedural, nuk është problem i presidentit. Vitin e kalum ishte krye parlamentari dhe qeveria, tash është presidenti. Kemi me zgjedh edhe presidentin. Po nuk kemi me zgjedh problemin. Kjo opozit është opozit përveç se opozit e interesit, përveç se i shërben Albin Kurtit, është e lodhur ideologikisht në mënyrë ideore totalisht. Na tregoni, çfarë forme duhet bëjnë opozit këta që janë opozit aktualisht? Çfarë forme? Supozojmë që te kalohet çështja e presidentit. Në cilën formë do duhet i bënin opozit Kurtit? E vetmja formë për me bo opozit ta është me lon krejt. Asë një gjas reale. Çfarë kuptimi do kishte me lon krejt? Asë një gjas reale. Më tërhesh nga gara zgjedhore? Asë një gjas reale në këtë format që i kanë PDK dhe LDK, nuk e kanë, përveç që mi shërbi Kurtit. Nëse i vynë mandatin e arshëm Kurtit, e merë njonin qeveri. Nëse si vynë, si merë fare. Nëse mundet mi shantazhu, i shantazhon dhe as zgjedhin presidentin pa jap as gjë, që shka bo Lumir Abdigjikun vitin 2021. Mos harroni se na e kemi zgjedhin president 2021 presidente. Kjo opozit me këtë format është veç për Kurtin. As për partin, as për popullin. Kështu që këta e në të pa shprejs, ku unë kam thonë që do të fitoj ma shumë, edhe i kam qytë logjike kontabilistit edhe Bedri Hamzën edhe Lumir Abdigjikun. Bashkë kemi full, si kur se sonë. Po më kujto. Edhe kam thonë që kjo rrugë nuk qënë dikun tjetër. Edhe sonë të për të thëmë. Të jeshe bindur, është çështje kohë, jo afat gjatë, afat shkurt dhe afat mesë, që LDK dhe PDK nuk do të ekzistojnë në formatin që jenë sot. Do të dekompozohen, sepse kjo është rregulli kudo që ka pas pushtete autoritare. Pra ndaj jemi të humbë kohë. Këto i shërbejnë her njana, her tjetra Kurtit. Po ju e dini që pushtetet autoritare rëzohen veç me revolucion dhe ju bëni thirrje që të bëhet e revolucion opozitar për të rëzuar Kurtin. Nëse më rrim në atë pikë, po mas pari jemi të fashë. Ndryshe nuk rëzohen pushtetet autoritare. S'ka kur gjithë kje që mi rëzu, pushtetin autoritare dhe me revolucion demokratik. Pse jo? Në cilat pika ju e shini përveç se opozita ja numëron komunikimin me mediat, ja shes si pikën më dobët të ti, për çka dhe karakterizon si autoritar, në vazhdimsi. Ju çka tjetër, çfar elementi tjetër shini të Kurti që ju ban të bindun se ai është autoritar, përveç komunikimit me median, që ja përmendin në vazhdimsi. Kapja e të gjitha agjencioneve shtetërore dhe ndërmarrje publike në mënyrë të hapur, domethënë, i keni pa gjitha ato. Gjitha bordet janë kapë. Policia e Kosovës nuk është cilësuar nga PSD-ja, po nga zyra amerikane në vitin 2023-2024, me komunikate keni, që thotë po përdoret politikisht nga qeveria e Kosovës. Me Kurtin asëse, për arsye sepse për neve është qeverisja jo demokratike, është autoritare dhe s'mund të parashohin vetën aty. Tërsa me opozitën aktuale, nëse është situatë hipotetike, mund të jep një vot të një qeverisje të pakicës, po me hinë qeveri me ta. Me nda dikastere me ta, absolutisht jo, sepse nuk besoj që kanë asë një qështje serioze për një mend. Po nëse se kanë për një mend, pse t'u jipët një vot për të ardhë ata në pushtet? Sepse për zgjedhjet keqen më të vogël, që nëse shumica e popullit Kosovës na i ka jap votat në opozit, për shembull nga 100 deputet shqiptar, jemi 52 shqiptar, 6 prej tyre janë të PSD-s. Unë e kuptoj që ky 52-shi është ma shumë bashkë me një tjetrin se me këtë. Tani, në një situatë të tillë, ju të keqe më të vogël e shihni një qeveri ku janë të grupuar këta milionerët e deklaruar, se sa një qeveri autoritare, me një lider, le të themi, që ka vetëm 16 euro në xhep, pra mes dy të këqijave, kjo është e keqja më e vogël?
Sepse deri tani i cilësuat si njerëz që janë komod me pasurin, me mirëqenjen e tyre dhe nuk lodhon fort për mirëqenjen e qytetarëve. Unë besoj që do të ishte e rëndësishme me bëni një këputje të kapjeve të institucioneve nga partia në pushtet. Unë besoj që këtë tranzicion demokratik nëse do të ndodhte, do të ishte i dobishëm edhe është i përkohshëm. Nuk bëhem pjesë e qeverisjes për shkak se nuk ndajmë vlera besime me ta. Duke qenë që do të varë e qeveri nga vota jonë në momentin që ata do të merrnin një veprim të cilin ne nuk do të jetim dakord, ajo qeveri do të bije, sepse varet nga ne. Dhe në këtë mënyrë, unë ja japi shansën Kosovës me këput kapjen e shtetit nga vetëvendosje, por nëse ka sa do pak lëvizje problematike këndej, në mënyrë automatike do të A kanë më arsye qytetarët të besojnë se do të ndodhë çkapja e pozitave, sepse me këtë premtim kishte ardhur Kurti në pushtet. Na kujtohet fort mirë kur thoshte se ne do t'i çkapim pozitat që ka pushteti. Dhe tani lëshon njëri, kap tjetri, a ka më arsye qytetari i Kosovës të bindet se në pozitat e caktuara do të ketë meritokraci? Unë besoj që kjo nuk është problem gjenetik e as kulturor i shqiptarëve. E kanë edhe popull tjerë. është të e bo njëjt aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Gjërësisht u kriju besimi se është gjenetike. Është kriju besimi kështu. Ose zhgënjimi e ka sjell këtë perceptim. Vendi më demokratik që ne kemi marrë shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot nga organizatat kredibile, cilësohet si qeverisja autoritare, Donald Trump. Kjo ka të bëj me modelin politik, s'ka të bëj me shoqërinë. Ne kemi pas një model politik që quhet kleptokraci para vetëvendosjes. Ka qenë ai modeli ku korrupsioni dhe për hartët të korrupsionit janë kap bordet, janë kap institucionet, janë kap drejtësia me radhë. Modelin aktual e kemi modelin autoritar. Nuk kapen për të përfitu ekonomikisht, ndonë se mund përfitoj dikush atje i fundit, po kapet për të ndërtu siguria dhe lojaliteti absolut edhe i zjarfikësve, edhe i policëve, edhe i mjekëve, edhe i sindikatës arsimit, edhe i sindikatës punëtorëve të privat, edhe si sindikat me pas lojalitet ndaj pushtetit. Bashkimi i të djathtës që po e proklamon Lumir Abdigjiki është bashkimi interesi. Ky do i kemi marrë fatmilimin e leke agim veliu njashtë. Vjosa Osmani e shkatroj LDK-n, po do mu këthy LDK, pse s'pi krijon partinë e vetë. Ajo pa të kriju partinë Guxha. Bashkimi tyne është bashkimi interesave. Dhe këta për këtë arsye nuk janë ty e kuptu dhe po menon që qytetari Republikës atje poshtë, dhe votuesi LDK-s atje poshtë, menon që në rregull kjo punë, menon që se merr vesh hiç. Po të kishte qenë ky bashkim që ata po e thojnë, ky do të ndodhte ditën që Vjosa Osmani doli nga presidenca. Çfarë prit Vjosa Osmani? Pse s'po shkon LDK? Pse s'po bashkohen? Se po presin, a mos po zgjedhet presidenti. Qysh Lumir Abdigjiku? Vjosa Osmani doli, tham, Albin Kurti është i rrezikshëm, tradhtoi, mlaonë është se më zgjedhi presidente. Ky po thotë ku mu bashku me Vjosën. Në ndërkohë që shkoi negocioj me Albinin për mu bë president për veti. Tash po thotë po bashkuna me Vjosën, masi se mboni Albini as mu president. Se po të bën të Albini LDK president. Si përkthehet kjo në vot, thoni? Sa se shpresa është që ta shtojnë votën LDK-ja, sa mund ta shtojnë realisht votën me këtë bashkim të tyre? Ata shqyrtojnë fillimisht. Nëse kishin dashur mu bashku, nëse këta kishin pas problem me Kurtin, ky nuk i shku me negociu me Kurtin. Ky nuk ja kish lyp Kurtit presidentin për vete. Këta po bëhen bashkë kur s'po marrin vesh me Kurtin. Vjosa Osmani tha, me mpa bo Kurti mu, tha dhe qeveria kish mbjetu. Tha, edhe unë tha e kisha mbrojt qeverinë, tha dhe unë më kohën për binomin e shpresës Kurti Vjosa Osmani. Po se mboni, tash s'jam me ta. A pi kuptoni ku është problemi? Kësi lloj taktika populli i Kosovës ka me i kuptu. Siç e prezantoni ju kështu këtë situatë, këto taktizime janë tërësisht për interesin e një njeriu, kreu të LDK-s? Absolutisht. Dhe LDK do lejohet, do tolerohet kjo? Po ju i keni po... Sepse LDK ka njerëz që vërtet me vite e vite ndjekin atë ideologji, i shërbejnë asaj partije. Gjithë një ma pak kapi tyne. Janë shumë besnik, le të thuash, ndaj rrugovizmit, ndaj LDK-s. Edhe votusi është zvoglu.
Po, por si që po thoni ju, kjo mund të zvoglohet edhe më shumë. Njerëz të cilët kanë pas... Apo do e gëlltisin edhe këtë dhe do vazhdojnë. Njerëz që kanë dashur të kanë në mënyrën që po thotë, jas janë sot aty, janë të marginalizuar. Nuk kanë më opozitë heq. Ata të cilët lidhen më shumë me LDK-n janë kundër kthimit Vjosa Osmanit. Po ky është problemi tyne. Unë pse po flas për këtë çështje është që qytetarët e Republikës Kosovës me kuptu, nuk ka më bashkime artificiale, nuk ka bashkimi i djathtës e i qendrës atje. Ka betejë politike të cilat duhet më u bashku.